Përse s'duhet të flini me flokët e lagur, e konfirmon studimi. Gjithë jetën kemi dëgjuar të na thonë që nuk duhet të flem me flokët e lagur. Nëse keni menduar se kjo ka lidhje me dhimbjen e kokës, apo me faktin se mund të ftoheni, e keni gabim. Është e vërtetë që nuk duhet të flini me flokët e lagur, por për një tjetër arsye, që ka të bëjë me vetë flokët dhe jo me faktin se mund të sëmureni. Kur flokët janë të lagur, janë më delikat dhe më të rrezikuar për t'u këputur. Lëvizjet gjatë gjumit mund të shkaktojnë pa e kuptuar dëmtimet e flokët. Jo vetëm kaq, ka një arsye tjetër që do t'ju bëjë të mendoheni 2 herë përpara se të shtriheni me flokët e lagur. Lagështia në lëkurën e kokës e kombinuar me klëfin e jastëkut jo gjithmonë të pastër mund të shkaktojë shtimin e baktereve, gjë që mund të ketë pasoja jo të mira për shëndetin. Nuk është problem nëse ju ndodh ta bëni ndonjëherë, por nuk do t'ishte mirë t'ju kthehej në një zakon.